një qendër rinore me plot kuptimin e fjalës. Tashmë kryeqendra e veriut të Shqipërisë, Shkodra, ka pranë ngjyrit të saj qendrën rinore Arka, e ideuar si një ndërmarrje sociale që vjen në ndihmë të rinjve të qytetit. Çdo i ri që ka një talent, por nuk ka mundësi financiare, Arka i vjen në ndihmë së bashku me stafin për të promovuar dhe rritur profesionalisht. Çdo ambient i qendrës ka një funksion të caktuar. Këndi i barit apo coffee break do të shërbejë për të mbuluar shpenzimet e punonjësve të qendrës. Në të janë punësuar të rinj me aftësi ndryshe, të cilët me talentin e tyre kanë arritur të sjellin një frymë të re në qytetin e Shkodrës. Këndi i leximit është sërish një tjetër ambient që të sjell më afër me librin. Kësaj qendre nuk ishte se si t'i mungonte edhe një radio. Radio Pulla, në të cilën artistë të ndryshëm do të kenë mundësi që të regjistrojnë këngët e tyre, pse jo të bëhen edhe pjesë e produksioneve radiofonik. Të gjithë ata të rinj që kanë ambicie për biznes dhe idetë e tyre duan t'i konsultojnë me profesionist, në ndihmë ju vjen edhe inkubatori i biznesit. Në ditën e inaugurimit të kësaj qendre, të pranishëm ishin Ministri Mirëqenies Sociale dhe Rinisë Erion Beliaj, 2 ambasadorët e Austrisë dhe Zvicrës në Shqipëri dhe mjaft të pranishëm të tjerë, të cilët me prezencën e tyre mbështesin hapjen e kësaj qendre rinore. Edhe më vjen mirë që një nga hapësirat që është mund qendër të Shkodrës, në fakt është një hapësirë që po i dedikohet rinisë. Dhe besoj që kjo simbolik kaq e bukur e 20 shkurtit nuk mund të shprehej më mirë se sa krijimi i një qendre rinore. Edhe më vjen mirë që 20 shkurtit nuk do ta kujtojmë vetëm për rrëzimin e gjërave të vjetra, por edhe për hapësirat e reja që kemi krijuar. Gjatë inaugurimit nuk ishte se si të mungonte edhe performanca e kërcimit nga i riu me aftësi ndryshe. Koordinatori i qendrës, Marian Lukani, ndjet i vlerësuar që është pjesë e qendrës Arka dhe rrugtimi i saj është mjaft i gjatë. Kjo është ndërtimi sepse ishte pjesa ndoshta më e rëndë, ishte pjesa e ndërtimit të kësaj gjëje që ne kemi bërë tani. Tani është pjesa, mund ta quajmë më e bukur në thojza, është vërtet më e bukur, por më e vështira, sepse është pjesa që gjithë aktivitetet që ne kemi dëshirë që bëjmë të rinj, të jetojmë periudhën të bëjmë, në mënyrë që të promovojmë të rinj, talentet e reja, dhe aktivitete të tjera sociale që bëhen në qytetin e Shkodrës, sepse qëllimi i kësaj është pikërisht kjo, për të një qendër mbledhëse e takimit të rinjve, për të të vinë, të bëjnë konferenca, të bëjnë promovimin e librit, të bëjnë ekspozitat pikture. Nga të rinjt ka pasur interes? Po, ka pasur interes sepse të rinjt që na kanë ndihmuar, kanë qenë vullnetarë, në baza vullnetarë kanë qenë rreth 15. Edhe të kujtohet që pa kontributin e tyre nuk ishte për asgjë. Emocionet e të rinjve që janë të punësuar këtu nuk ka nevojë për koment. Ata ndjehen të dobishëm, pavarësisht të kaluarës apo statusit që kanë. Ndjehemi këtu, kemi punuar të rregull, shumë pastër, në shpirt të gjitha, na ndihmon jashtë masë për gjithçka, domethënë na rregullon, na tregon gjithmonë ato që duhet përpara me rregullimin e sistemit, për arsye se ne nuk dimë si fillim nga të vemi, çfarë të bëjmë, si do të punojmë, kështu na mëson të gjitha, na marrin afër, na respekton shumë. Nuk është tipu që na vërtetë një gjë dhe kënaqësia jonë personale na bën që të punojmë më lirshëm. Shumë i kënaqur që e para kam bërë pjesë në këtë punë që filluam me pa. Jam domethënë e bëj me çep, se është edhe art, është edhe pasion, nuk më pëlqen domethënë kur ishe drejtë në lokale. Nuk ka një takimi tamam personale që drejt me çep, që shprehin ato talentet e tyre. Nuk ka pasur që ju kriju dhe mundësia dhe ashtu. Hosteli është një tjetër ambient që do t'i vinë në ndihmë vizitorëve të huaj dhe vendas, për të kaluar një natë në qytetin e bukur të Shkodrës.
hostelin e kemi menduar më shumë për të vuajtur dhe qytetarët shqiptarë që nuk jetojnë në shkollë. Ata që jetojnë në shkollë nuk kanë për hostelin, kanë shtëpitë e tyre të tjera. Ne do të këtë gjë taksative që vetëm për të huaj që janë të huaj dhe shqiptarë që janë në shkollë, kanë për të vjetur. Qëllimi i hostelit është kjo tjetra, që do të bëjnë që takohen të rinj të kulturave të ndryshme, të racave të ndryshme, të besimeve të ndryshme. Tashmë Shkodra ka një qendër rinore, duke mbledhur pranë saj brezin e ri, i cili ka nevojë për më shumë mbështetje në mënyrë që të jetë pjesë aktive e shoqërisë shqiptare.